Agroturizëm, restorant dhe resorta Bej vendosur në një nga zonat më të bukura të lumit të Vlorës përgjatë aksit nacional Kuç-Qeparo, vijon të investojë në rritjen e cilësisë të produkteve dhe shërbimeve që ofron për vizitorët dhe konsumatorët. Për të garantuar freskinë maksimale dhe standardet më të larta të sigurisë ushqimore, kompleksi ka ndërtuar një baxho moderne brenda ambienteve të tij. E pajisur me teknologji bashkëkohore dhe duke respektuar të gjitha standardet e përpunimit të produkteve ushqimore, baxhoja është kthyer në zemrën e prodhimit të bulmetit Abej. Çdo ditë aty përpunojnë me kujdes qumshti dhe nën produktet e tij, të cilat përdoren në restorantin e agroturizmit, por një pjesë e konsiderueshme hidhet edhe në treg, duke u ofruar konsumatorëve produkte të freskëta dhe plotësisht natyrale. Nga duart e specialistëve prodhohen çdo ditë djath i bardh, djath kaçkavall, gjis hire, salcë kosi, gjalp fshati, si dhe salsa tradicionale urël, të gjitha të përgatitura me qumësht cilësor dhe sipas metodave që ruajnë shijen autentike të zonës. Çdo fazë e përpunimit realizohet me kontroll të rrept higjieno-sanitar, duke garantuar cilësi të lartë dhe ruajtjen e vlerave ushqyese të produkteve. Përveç përpunimit të bulmetit, Agroturizëm Abej zhvillon edhe aktivitet të plot blegtoral. Në fermën e kompleksit mbarshtohen qengjat, kecat, pulat dhe shpend të tjerë, të cilët rriten në kushte natyrore dhe ushqehen në kullota të pastra të zonës malore. Kujdesi i përditshëm për kafshët reflektohet drejt për drejt në cilësinë e mishit që serviret në restorant, duke i ofruar vizitorëve produkte autentike, të freskëta dhe me origjinë të garantuar. Me filozofinë nga ferma në Tryez, Abej synon që çdo produkt që mbrin te konsumatori të jetë sa më natyral, i freskët dhe me shijen karakteristike të traditës shqiptare. Për t'u ardhur edhe më pranë qytetarëve të Vlorës, Abej ka hapur edhe një dyqan të ri me të njëjtin emër në qytet. Në këtë pikë shitjeje konsumatorët mund të gjejnë çdo ditë produkte bio dhe natyrale, të sjella direkt nga ferma. Në raftet e dyqanit ofrohet një gamë e gjerë produktesh, duke nisur nga djathrat e ndryshëm, gjalpi, gjiza, salsa e kosit dhe produktet e tjera të bulmetit, e deri tek vezët e freskëta të fermës. Pashtu, nuk mungojnë likot tradicionale të fshatit, turshit e përgatitura sipas recetave artizanale, si dhe vera me etiketën Abej, e prodhuar me kujdes për të plotësuar eksperiencën gastronomike që ofron ky agroturizëm. Dyqani është vendosur në një pikë strategjike të qytetit të Vlorës, në lagjen Pavarësia, pranë bulevardit Vlorë-Skel, në brendësi të ish kombinatit, duke u bërë lehtësisht i aksesueshëm për banorët dhe vizitorët. Përmes këtij investimi, Abej synon të sjellë më afër konsumatorit shijen autentike të produkteve të fshatit, duke kombinuar traditën me standardet moderne të prodhimit. Çdo produkt që del nga baxhoja dhe ferma e Abej është rezultati një pune të përditshme, përkushtimi dhe respektimi për natyrën, duke ofruar siguri ushqimore, cilësi dhe shije që dallojnë. Investimet e vazhdueshme në teknologji, prodhim dhe zgjerimin e rrjetit të shpërndarjes e kanë kthyer Abej në një nga modelet më të spikatura të agroturizmit të jugut të Shqipërisë, ku vizitorët jo vetëm shijojnë gatime tradicionale, por kanë mundësi të blejnë produkte vendase, të prodhuara me përkujdesje dhe dashuri për traditën.